Babizia e betonit po prek edhe lagjet ekzistuese të Tiranës, ku mes pallateve të vjetra po ngrihen godina shumë katëshe, shpesh pa një plan urbanistik të qartë dhe pa respektuar distancat minimale. Banorët pranë zonës së njohur si Bryli kanë denoncuar një rast të tillë, duke deklaruar se disa muaj më parë është dhënë leje ndërtimi për të shfrytzuar sheshin e një pallati të vjetër, të cilit papritur i është gjetur edhe pronari, për ta kthyer në një masiv të madh betoni. Pas denoncimit, redaksia ka konsultuar dokumente të Këshillit Kombëtar të Territorit, nga të cilat rezulton se leja parashikon ndërtimin e një pallati 12 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë. Leja, e firmosur nga kryeministri Edi Rama, i është dhënë kompanisë Walter Construction në pronësi të shtetasit Demokrat Valteri, ndërsa së fundmi është bërë publik edhe pozicionimi i objektit. Në maketin e publikuar, duket qartë se pallati i ri ngjitet me një godinë ekzistuese dhe zë hapësirën që dikur shërbente si shesh për banorët e pallatit të vjetër. Në dokumentacion, thuhet se zona është ndër më të zhvilluarat e qytetit, me flukse të larta, ndërsa brendësia e saj vuan mungesën e infrastrukturës, hapësirave publike dhe rekreative, me objekte të ndërtuara kryesisht para viteve 90. Pikërisht në një nga këto hapësira, që duhej të shërbente brorëve, parashikohet ndërtimi i godinës së re. Kjo ngre pikpyetje se ku do të mbeten sheshet dhe hapësirat publike, nëse ato zëvendësohen nga pallatet e reja. Sipas dokumenteve, trualli ndodhet përgjat bulevardit Bajram Curri, pranë spitalit obstetrik ginekologjik Koço Glioxheni. Godina do të përdoret kryesisht për banim dhe infrastrukturë, me një përqindje të vogël të dedikuar për shëndetësi. Trualli në fjalë ka qenë shesh pushimi për banorët dhe nëse nuk do të ishte zaptuar, zona do të kishte funksionuar ndryshe.